nderuar miq, me mbrëmë takohemi përsëri në Fokus. Media e djathtë amerikane ka kohë që shkruan. Ndërto ka qenë Washington Examiner, e cila ka bërë thirrje që pse toleron Bidenin narkoshtetin e Shqipërisë dhe Ramën, të lidhur me trafiqet e mëdha në Ekuador. Ndërkohë, media e djathtë amerikane ka folur dhe për lidhjet e Ndragetës me Erion Veliajn. Pra i tre, këtë kanal minor i majt italian kanë nxjerrë lakuriq mbretin e narkoshtetit Rama. Nuk është e re. Washington Examiner, media e djathtë konservatore amerikane ka kohë që i kanë nxjerrë këtë skandale. Do t'i sjell sot tek ju. Javën e kaluar isha në një konferencë shtypi me numrin 1 të luftës ndaj trafiqeve në departamentin amerikan të shtetit, Todd Robinson, i cili pati një pit stop në Tiranë dhe natyrisht ka dhënë mesazhe të ashpra ndaj kryeministit Rama, sepse Edwin Rama nuk publikoi asnjë foto nga takimi. Pyetja ime ishte direkte, sepse çdo gazetar propagandimor duhet të jetë gjithmonë në kundërshtim me qeverinë. Dhe unë e pyeta pse tolerohet qeveria shqiptare me akuza madhore për trafiqe me drogat e rënda. Përgjigjja e tij virtually comes from Robert Papa with MCN TV in Albania. He asks, why is the State Department tolerating the Albanian government after the huge charges of hard drug trafficking? Well, number one, drug trafficking is an issue. It's something that affects all countries around the world. And as Secretary Blinken has said often, no one country can address this issue alone. We are working very closely with our Albanian partners to go after the narcotics trafficking networks that are working out of Albania. We've had great cooperation. We hope to continue to have great cooperation. And as long as we do, we will continue to work with them, not only in Albania, but as these networks affect other countries and regions around the world, we'll continue to work with them there. Natyrisht që një diplomat amerikan përgjigjet me diplomaci. Ai nuk e kundërshtoi pyetjen time tolerimin ndaj trafiqeve madhore të qeverisë shqiptare, por tha se ne shpresojmë të bashkëpunojmë në luftën kundër drogës. Dhe Rama, i cili kujton se media italiane ngjason me median e një italiani që ka pushtuar troje publike në Tiranë dhe guxon dhe telefonon drejtorin e kanalit Majt Rajtre duke ushtruar trusni. Shumë shpejt edhe Fox News do të ketë segmente ndaj narkoshtetit Ramës. Kanali Majt si Rajtre, që për të qenë realist nuk e ka forcën e kanaleve televizive tjera italiane, e ka trembur shumë liderin global dhe akuzat janë monstruoze. Por ka kohë që këto dihen nga shqiptarët, nuk janë akuza të reja, nuk janë fakte të reja, por thjesht ngrihen nga një kanal e një shteti mik, të cilët të përfshirë në lojën politike me kryeministrin e tyre, me sa duket pa aft, kanë sulmuar ashpër kryeministrin shqiptar dhe sistemin e ngritur prej tij në 10 vitet e fundit si një narkoshtet. Franca narkoshtet për Shqipërinë, Spari, ka qenë publikuar në mediat gjermane, por së shumti edhe në median e djathtë konservatore amerikane, Washington Examiner. Madje, në disa shkrime të thella, ata kanë shkuar drejt presidentit Biden përse tolerohet narkoshteti shqiptar. Ka akuza që administrata Biden ka ndaluar një shkrim
hetues në Gjermani dhe vazhdon që t'jetë e heshtur ndaj narkoshtetit e Edwin Ramës. Do të cilë të kjo sot disa nga këto akuzat të medias djathtë amerikane, shenjat se edhe Fox News, përmes Mark Levin, të cilin do ta kem shpresoj muajin tjetër në fokus, kanë ngritur ndaj administratës Biden, Blinken, për dashurinë e tyre, siç thot Levin me socialistët, në dëm të liderit të PD-s Berisha. Në fakt, Berisha në intervistën e dhënë për kanalin e majt Rai 3, deklaroi arratinë e tij nga mbyllja e perëndimit. Fakti që italianët e shikojnë si kryeministër të ardhshëm që mund të prish marrëveshjen me Leoni Rama, tregon se Berisha pas kërka mundësi. Un arresto domiciliario per un processo totalmente politico. Formalmente lei è accusato di corruzione. Non accusato, non sono un persona accusato, sono messo su investigazione, ma per i ragioni politiche, per la paura che Edi Rama ha dal ritorno di Sali Berisha, ha adottato queste misure. Opozita është në pozicion të vështirë, sepse vëmendja pospostohet nga lejfeni global i Tiranës, nga vjedhjet e përbindshme të drejtorëve të tij dhe mbas çmendurisë të një ish presidenti, siç thuhet media shqiptare, dhe sulmeve të kanalit majt Rai 3, duket se po harohet Erion Veliaj, ndaj të cilit media e djathtë amerikane disa herë kanë ngritur akuzat e lidhjeve me Ndragetën. Pra, mbreti Rama doli lakuriq, sepse është shumë i ndjeshëm kur sulmet vinë nga një kanal perëndimor. Guximi i tij, orvatja për të telefonuar drejtorin e Rai 3, tregon mendsinë e tij. Harron se media një vendi perëndimor, sadoqoftë ndikuar politikisht, nuk mund të jetë njësoj me medjen e oligarkëve pa shtyllë kurrizore në Shqipëri. Këtu Rama ekspozoi veten e tij dhe batutat qesharake, ideologjike, duke sjell një gjyshe e pa shkollë, si të shumta gjyshet shqiptare të asaj kohe, tregon mendsinë e tij bizantine, lindore dhe ngjashmërinë e tij me Orban, Erdogan dhe Putin. Asgjë të përbashkët me një lider modern të një vendi të NATO-s. A duhet të ketë në median shqiptare emisione të tilla? Po. Është e vështirë sepse oligarkët kontrollojnë median. Por në median sociale mund të gëlojnë. Dhe këtu aleatët amerikan mund të ndihmonin në nxitjen e emisioneve hetimore. Ka qenë një program dikur nga ambasada amerikane, nga USAID, që paguante $1.000 për një segment 10 minutësh nga gazetarët shqiptar. Por problemi ishte që këto segmente, ky emision nuk transmetohen në kanalet kryesore të oligarkëve, po në kanalet lokal. A pati ndikim? Mbase pak. Kjo lloj media, ky lloj shtypi mungon atje. Dhe pse duhet i hedhim syt nga Rai 3 apo nga Washington Examiner, nga Bild, çdo gjë nis në Shqipëri. E kam thënë, burimet e hetimeve, të raportimeve nisin aty. E habitshme qëndrimi i ambasadave të huaja mbas telefonatës të Edwin Ramës nga një kanali edhe pse të majt, por që i hapi petët lakrorit, nëse mund ta them siç thuhet në shqip, dhe nxori realisht lakuri. Përse duhet të vinte numri 2 i qeverisë Dona Gaçi? Keni qeshur kur Berisha e cilësonte kështu, avokati trafikantëve.
pasin kontribut të PS-ja, i pa njohur nga askush. Dhe ideja, si mbas Rajtre, me këtë hetim të thelluar që krimi trafikantët janë të ndërhyrë dhe kanë ndikim të madh në qeveri, tregon, siç thotë dhe gazetari italian, që kjo lidhje në 10 vitet e fundit është kthyer në perfeksion. Dhe natyrisht jashtë kësaj nuk janë edhe të huaj. Ai general italian që merrte falas 30 metra tokë në Bregdet nga një ish trafikant, dhe ndërlidhja është Agaçi. Rama ka pasur, ka dhe do të synojë të ketë lidhje me krimin, me trafikantët. Lidhjet e mëdha me Ekuadorin, Meksikën, kokaina që vjen përmes anijeve që gjoja bien qymyr gurin Durrës nga Kanadaj. Dhe kjo shpjegon fitoret e tij në zgjedhjet elektorale duke blerë me dollarët e përgjakur të drogës. Por ka një fund. Washington Examiner shkruan se megjithatë, ajo që vihet në pikpyetje është pse administrata Biden po toleron korrupsionin e qeverisë aktuale socialiste të Shqipërisë nën kryeministin Rama. Provat bindëse sugjerojnë se Rama mund të jetë i përfshirë drejt për drejt në një aleancë narkotrafiku midis mafiozëve shqiptar dhe kartelit Sinaloa me bazë në Meksik. Një raport i gazetës El Universal të Meksikës përshkruante se si elementët e mafjes shqiptare janë të lidhur me kartelin Sinaloa, duke i referuar burimeve të inteligjencës meksikane, dokumentohet se si vëllezërit mafioz shqiptar, luftar Arben Fatos dhe Ramiz H, po pastrojnë para për El Mayo nëpërmjet raporteve dhe rezorteve në Meksik dhe në Shqipëri. El Universal vëren se një destinacion për përpjekjet e pastrimit është resorti Marina Bay në Bregdetin e Mesdheut Shqipërisë. Si lidhet kjo me Ramën, shkruan Washington Examiner. Në tetor 2020, duke ofruar prova fotografike, u raportua për një takim mes Mark Hauptman, Duran Duçkës dhe Ramës në zyrën e kryeministrit. Hauptman është një ish deputet i Bundesbangut për partinë e qendrës djathtë CDU të Gjermanisë. Duçka, i lidhur me ministrin e energjisë në Shqipëri, i kthyer në fiksues të Ramës, në vitin 2016, media shtetërore kineze shfaqi qëndrimet e favorshme të Duçkës ndaj tregtisë me Pekinin. Është interesante që El Universal raporton se aktivitetet e vëllezërve shqiptar të drogës përfshin eksportet në Kinë. Vërtet që Shqipëria është një vend antar i NATO-s dhe Rama ka mbështetur përpjekjet e Amerikës për të stabilizuar Ballkanin dhe për të penguar agresionin rus. Por është e vërtet e çuditshme se sa tolerante është administrata Biden ndaj Ramës. Dikush mund të thotë është iluzion. Ish ambasadoria amerikane Jurikim deklaronte se koha e mos ndëshkimit po i vjen fundit. Kjo është qartësisht e pavërtet, shkruhet në Washington Examiner. Përkundrazi, Shqipëria tashmë një destinacion kryesor i mbërritjeve për importet e kokainës nga Amerika Latine në Europë. Siç raportoi Vice në mars, klanet mafioze shqiptare tani dominojnë tregtinë shumë fitimprurëse të kokainës në Londër, apo nxjerr Rama përfitim financiar nga grupet e krimit organizuar në këmbim të mbulimit politik dhe ligjor për postë të krimit? Nganjëherë nuk është aq e qartë se kush është bosi, shkruan media e djathtë amerikane. Duke publikuar bisedat e përgjuara në vitin 2019, gazeta gjermane Bild nxori në palë lidhjet e ngushta mes kryetarit të bashkisë Partisë Socialiste Dako dhe një narkotrafikanti shqiptar. Trafikanti u dënua me 12 vjet burg nga gjykatë shqiptare. Gjithashtu, vetëm pas vitje ndërhyrjesh politike nga Partia Socialiste e Ramës, ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri u dënua me 3 vjet burg
për asistencë ndaj trafikantëve të drogës dhe vetëm 3 vjet, thekson Washington Examiner. Ashtu si ajo e López Obrador të Meksikës, qeveria Ramës duket se është një qeveri që bën vetëm minimumin e nevojshëm për të mbajtur të qetë kritikët e huaj. Në të njëjtën kohë, Rama është i vendosur të paraqesë një fytyrë të besueshme për audiencën perëndimore. Në tetor 2012, Rama fitoi fshehurazi një foto me presidentin e atëhershëm Barack Obama në një mbledhje fondesh për fushatën e vitit 2012. Më vonë Rama e përdori atë foto në fushatën e tij të suksesshme zgjedhore të vitit 2013. Megjithatë, pyetja mbetet: pse administrata Biden po luan kaq mirë me regjimin e Ramës? Aspekti ballkanik i skandalit me Ganigal ka mbarë mbulim të pakët në median amerikane, pavarësisht nga implikime shqetësuese për shtëpinë e bardhë, nisur nga lidhjet e ngushta mes administratës Biden dhe qeverisë Rama. Në të kundërt, media shqiptare ka raportuar gjerësisht për këtë çështje të fëlliqur, nisur nga ndryshimet shpërthyese që përmbajnë, veçanërisht në lidhje mes socialistët e Ramës dhe trafikut ndërkombëtar të drogës. Kohët ndryshojnë dhe fakti i jashtëzakonshëm që dekada e qeverisjes së Ramës përkon me shndrimin e Shqipërisë në vendin kryesor të kontrabandës së drogës në gjithë Evropën, po thuhet shumë për te Ballkanit. Në Ekuadorin e largët, media është duke vëzhguar se krimi i organizuar shqiptar dhe droga e tyre kanë bërë që problemi i dhunës në atë vend të Amerikës të Jugut të shkojë keq më keq. Siç ka raportuar Washington Examiner, administrata Biden shfaq një tolerancë të çuditshme për qeverinë Rama, pavarësisht përfshirjes së saj në tregtinë e drogës. Megjithatë, tani mund të vi fundi. Skandali me Ganigal ka hapur derën e hetimeve reale të lidhjes drog, krim, korrupsion në Shqipëri. Ato mund zbulojnë më shumë se sa mund të tolerojë shtëpia e bardhë, shkruan në Washington Examiner. Gabriel Escobar, në mes të prillit vjet, për takime me politikanë të lartë të Shqipërisë, mori vëmendjen sepse ishte me detyrën zëvendës ndihmës sekretari i shtetit përgjegjës për çështjen Ballkanit Perëndimor. Nuk ndodh çdo ditë që Fogi Badum dërgon krye diplomatin e saj në rajon për të kontrolluar Shqipërinë e Vockët. Zyrtarisht, kjo kishte të bënte vetëm me një biznes rutinë, si forcimi i demokracisë. Megjithatë, Escobar dukej jashtëzakonisht i barabartë në komentet e tij për mediat lokale. Ai pa deklaruar që vizita ime këtu nuk është absolutisht e lidhur me zgjedhjet, është një pjesë e konsultimeve të rregulla që kemi me aleatët. Shqipëria është një aleat i ngushtë. Ai vazhdoi: ne nuk jemi në gjendje të zgjedhim kandidat apo të zgjedhim anëtarë të partive politike. Marrëdhënia jonë me Shqipërinë është me popullin e Shqipërisë, jo me një parti, jo me një person. Gazetari konservator amerikan thotë se muajt e fundit Washington Examiner ka raportuar mbi historinë e çuditshme se si Shqipëria, një aleate e natës për të cilën pak amerikanë mendojnë, është bërë narkoshteti i Europës gjatë dekadës të fundit. Dhe këtë e ka bërë me tolerancën e veçantë të administratës Biden. Kjo dekadë përkon me qeverisjen e kryeministrit Edi Rama dhe partisë së tij socialiste, të cilët mbeten në favorin e Washingtonit pavarësisht përfshirjen të shumë politikanëve shqiptarë në korrupsion, e nxitur kjo nga droga. Gjërat u ndërlikuan për Tiranën me aktakuzën nga Departamenti i Drejtësisë për Charles McGonigal. Për më tepër, marrëdhënia McGonigal me Ramën, duke përfshirë goditjen e supozuar biznesmenëve shqiptar për miliona dollar, ngre pyetje shqetësuese se kush në Washington e dinte se çfarë po ndodhte. Kohët e fundit, gazeta jon ka spekuluar se administrata Biden mund të përgatitet të ndërpresë lidhjet me Ramën dhe bashkëpunëtorët e tij, duke patur parasysh natyrën gjithnjë e më publike të skandalit me Ganigal. Më duket se fola shumë shpejt, shkruan gazetari amerikan. Disa ditë më parë u kontaktova nga një gazetar i Bild, një tabloid i madh gjerman. Për të qenë i qartë, Bild bën një raportim serioz dhe është gazeta me tirazh më të lartë në Europë. Bild edhe më parë
ka raportuar gjëra të turpshme për Ramën, duke përfshirë përgjimet që tregojnë përfshirjen e kryeministrit shqiptar në blerjen e votave dhe shantazhin. Amerikanë shkruan, isha i lumtur të përgjigjesha pyetjeve të Bill't për Shqipërinë, bazuar në artikujt e mi në Washington Examiner, si dhe faktin që isha një ekspert i lartë i Ballkanit për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare. Konfirmova se Shqipëria nën Ramën është bërë narkoshteti kryesor i Evropës me lidhje me interesat e narkotrafikut në gjithë planetin. Bildt më pyeti edhe për një shqiptar në hije, Dorian Duçka, i cili shfaqet në skandalin me Ganigal. Duçka ka shërbyer më parë si zëvendësministër në qeverinë e Ramës. Përgjigjja ime, Duçka është këshilltar i nivelit lartë të kryeministrit Rama. Ai është i përfshirë në skandalin me Ganigal në një mënyrë jo të këndshme. Ai dyshohet se është përfshirë në aktivitete të ngjashme në disa vende, përfshi Gjermaninë, në emër të Partisë Socialiste. Asnjë nga këto nuk është lajm për çdo që ndjek nga afër mediat shqiptare. Nuk është lajm për inteligjencën perëndimore dhe agjencitë ligjzbatuese. Artikulli i Bildt është planifikuar që të dilte drejt për drejt nga fundi i javës, në kohën e zgjedhjeve lokale të Shqipërisë, zgjedhje që pretendon që opozita t'i marrë me marrëveshje dhe janë ndikuar ilegalisht nga Rama dhe miqtë e tij. Administrata Biden ndaloi shkrimin. O'Reilly, ikona e Fox News, disa herë në Focus, ka folur për atë që po ngjet në kampuset e universiteteve dhe kolegjive të elitës amerikane. Columbia, Harvard, një frymë e madhe pro-Palestinës, pro-Hamasit, kundër hebrejve, antisemit. Në fakt është karma sepse wokizmi i nxitur në kolegjet amerikane është sponsorizuar së shumti nga lobingu hebre, nga shumtira politike shorësh dhe po i kthehet në bumerang. Biden është i tmerruar sepse mund të humbas në Michigan pikërisht nga votët e muslimanëve atje. Bill O'Reilly thotë se është skandaloze kjo që po ndodh dhe duhet ndalojë. Ai thotë se nëse unë do të isha presidenti i një universiteti, kjo nuk ndodh. Por nëse shikojmë emrat e presidentëve të Columbias, Harvardit, vinë nga minorancat gjoja për atë që quhet diversitet. Afrikan-amerikan, musliman, gay, LGBT. Dhe kjo ka goditur fort botën akademike. Dhe në qoftë se ka protesta, le të themi gjoja të dhunshme në Tiranë, do t'ju jap sa segmente se çfarë po ndodh në zyrat qendrore të policisë të New Yorkut, policia nga më të famshmet në botë, se si protestojnë studentët amerikanë të krahut ekstremistë të majt, dhe ambasadat e huaja nuk ndërhyjnë si në Shqipëri ndaj protestuesve shqiptarë. Bill O'Reilly. So this is how it goes. The far left, which manipulates these students and runs these protests, hates America. They feel that the USA... Ata mendojnë se SBA ka si objektiv dhe sulmon minoritetet. Dhe mendojnë që Izraeli bën të njëjtën gjë ndaj arabëve. I persekuton prej shekujsh, pra janë aq të urryer se janë amerikanët me minoritetet këtu në Amerikë. E majta ekstreme ka të dhëna në databasin rreth ekstremizmeve dhe i fut gjithë këta i hedh në për protesta. So unlike Vietnam, which was an organic protest, so people, and I count myself in this Unë jam rritur në një fshat të vogël në Long Island, New York, a working class Levittown. town. And when we all graduated from high Kur school, ne u diplomuam nga shkolla e mesme, disa prej nesh dhe unë shkuam në kolegje, por shumë të tjerë u thirrën në armë për të shkuar në Vietnam. and went to Vietnam. A kthyen dhe më treguan për krimet që panë dhe shumë Exactly what's going on. bën dhe vetvrasje. And I knew these guys since I'm 5, 6 years old, and I saw one commit Dhe suicide, shumë prej tyre nuk u shkëputën nga alkoholi dot. and their lives were shattered. Nobody came back.
in Levittown said, "This is great. We're doing the right thing." Nobody. Dhe unë kështu arrita të formuloj shikimin tim ndaj botës, se çfarë ndodhi atje në Vietnam. Israel-Gaza thing is totally apart from Por këto protesta sot kundra Izraelit nuk mund të lidhen me protestat e asaj kohe ndaj Vietnamit, luftës atje. that was killing tens of thousands of young men. Sepse në Vietnam e mira të rinj u vranë. The situation has been going on for 2,000 years that these college students have no blood included. Shumica e studentë janë disa tufa socialistë që nuk duan t'ia dinë për problemet kryesore, realisht. The story. Get an eye on it. Janë arrestuar disa, nuk do të ndodh asgjë ndaj tyre, do t'i lirojnë. And that's part of the problem. Qoftë do të isha unë president i këtyre universiteteve, mendoni ju se do të ndodhte jo. Here, NYU or Yale. You think that happens on those campuses? I'm president. You think it happens? Do të protestoni, ja ku është vendi juaj, do të protestoni te ky segment këtu. We set aside this place for you to go. You Nga ora 9 deri në 8 darkës. and 8 at night. So Në qoftë se jo, do të arrestoheni, do të pushoheni nga shkolla. you go off that place we gave you, you're expelled. You don't stop at the hour we Kaq. designate, you're expelled.